Po si do i tani përpara këta SPAK-u, këto prokurorirat, këto ky shtet, tërë atyre njerëz që janë dënuar me ligj. Po, ju thoni, kush e di sa punonjës shteti u largua nga detyra vetëm për vonesa. Jo, ajo çfarë ka ndodhur Mirena Gjokën në dorëzimin e formularit dekriminalizimit dhe ja ta mbaroj dhe kush e di sa, një moment lutem, që ta bëjmë dje edhe për publikun. Kush e di sa punojnë shteti, deputet, drejtor, pedagog që drejtonin departamente, pra jo gjykata dhe jo prokurori, po departamente, u dënua dhe u largua nga puna për mos deklarim krejt të parëndësishme, mos deklarime, thonë ju, krejt të parëndësishme, të shpallën, të pafajshëm, të gjitha ata që u dënuan nga ligji i dekriminalizimit. Lind kjo në fakt si një drejt logjike, ose drejt themelore pas kësaj, e krijon ky rast i sotëm, dhe pse nuk ka vendim gjykate, është kërkesa e prokurorisë, po e krijon këtë precedent? Më thoni këtë gjë, njerëzit janë dënuar sepse ka pasur një proces ndaj tyre, sepse ligji e parashikon që o do të kesh vendim formal, o do të kesh një proces në Shqipëri apo në një vend huaj, ose je dëbuar nga një vend i huaj. Njerëzit që nuk i kanë deklaruar një nga këto, thjesht një dëpim, apo thjesht nuk kanë deklaruar një vepër cila edhe ajo parashkuar 25-30 vjet përpara, kanë lënë mandatet e deputetit, ju keni parë me sy tuaj. Tani më thoni mua, cila është e vërtetë në këtë? Në këtë shtet, në këtë prokurori speciale, kemi bërë SPAK specialin, më të mirë i botë, nuk e ka njëri në Europë, kemi rrau gjoksin me bet huaj, me gjithë çka na ardhur këtu për të çfarë SPAK-u shky. Ja ku i ka këto, silli vër ballat. Kush ka drejtë në këtë rast? Kanë drejtë ta që për këtë janë dënuar për këtë, apo kjo tjetra që është po një lloj dhe kjo nuk dënohet. Ja kjo është përpara. Kjo është përpara popullit, nuk ka nevojë për jurista kjo. Kjo është shumë e thjeshtë. Njëri dënohet për një gjë, po kaq më të vogël, shumë më të vogël. Kjo gjykatë speciale, kjo mire, po themi të vërtetën, po të kishin integritet. E kjo se flasim për integritetin moral, që është folur shumë për vettingun, integritetin moral, gjyqtar, dhe keni dëgjuar. Kjo vetë do ta kishte dhënë dorëheq. Nuk mund pranonte kur që të kishte fllëqur nga gjitha anët. Dhe imagjinoni se çfarë ndodh. Çfarë ka tash për qytetarët e tjerë? Për Armenën, për Petritin, çfarë ka? Po tani është pyetja, tani, zoti Vasili, se me të drejtë Adriana Kalaja ngriti edhe një pyetje tjetër, sepse sot ajo jemi njohur vetëm me kërkesën e prokurorit për pushim, është një kërkesë që në aspektin procedurial është nul pa shkuar te një vendim gjykate, por ajo ngre pikë pyetjen se cila gjykatë do ta marrë vendimin fakt, gjykata që ka qenë vetë kjo drejtuese, pra Irena Gjoka, dhe a duhej pra thot minimalisht që KLG-ja dhe ILD-ja ta pezullonte këtë gjyqtare derisa të përfundonte hetimi, qofte edhe për të marrë atë vendim që do marrin fund. Edhe një herë, ke shumë të drejtë gjithë pyetjen tënde, pyetje shumë solide pyetja jote. Kur thash para pak çastesh thash, ky duhet të kthehej në proces shembullor. Pra të jep të kuptonte, ore, gjykatë special, prokuror special, duhet të jeni model. Duhet të jeni, mos guxoni, mos deklaroni. Mos guxoni të jeni shtëpira, nga 10 shtëpirat pa deklaruar e tjerë që kanë personazhe të tjerë edhe të SPAK-ut. Tani problemi që ndron këtu. Këta ju thoni kush do gjykoj. Unë kam një mendim. Dhe këto ta jap nëpërmjet sarkazmit, se më lejohet. Është mirë që dhe vendimi të jap Irena Gjokës ta gjykoj po ajo vetë për veten e saj. Kjo do ishte në një farë mënyrë ashtu do jetë. Po mirë, kam ndonjë pyetje të fundit fare, se do më masakroj regjia pastaj për shkak të kohës. Por çfarë SPAK-u, çfarë drejtësie po godet tani Edi Rama? Pra, pas kësaj të sotme, çfarë na tregon kjo dhe për raportin e mazhorancës me drejtësinë? Problemi është i tillë. Mbrojtja e kamikazes që godiste opozitën, i vë vulët drejtësisë me regji, varros në mënyrë përfundimtare, sot mbyllet funeral i reformës në drejtësi dhe së treti i barazisë të shtetësve paraligj. Shtetat paraligjit në Shqipërinë aktuale, ku sundon Edi Rama, nuk ka. Ka një drejtësi për atë